shkoi në OKB dhe bëri thirrje hapur publike për kolonizimin e Shqipërisë nga çifutët. Ai shkoi në OKB dhe tha i bëjmë thirrje izraelitëve që të vinë dhe ta kthejnë Shqipërinë në deun e tyre. Ata palestinezët e shkret kanë derdhur dhe derdhin gjithë ato gjatë që të mbrojnë tokat e tyre. Arabët kanë derdhur dhe derdhin gjithë ato gjak që të ruajnë pavarësinë e tyre. Rusët bëjnë gjithë ato luftë në Ukrainë që të ruajnë territoret e tyre nga zionistët sikur Zelenski. Ndërsa në Shqipëri, personi që drejton Republikën e Shqipërisë është një tradhtar i hapur dhe publik, i cili në vitin 2024 bëri 2 tradhtira që po t'i kisha bërë unë, apo t'i kisha bërë ti shpend, ne na kishin varur te sheshi Skënderbej. E para shpalli ndarjen e Shqipërisë, që do krijonte shtetin Bektashian. Dhe shteti Bektashian do krijohej nga që ja kërkoi Izraeli se donin që të bënin precedentin ligjor për ndarjen e Sirisë, se Izraeli do të bëjë një shtet për Duruzët, që ata kanë pak a shumë besimin që sikur kanë Bektashit. Janë shumë të jashtë. Dhe janë alevit, domethënë, pak a shumë sikur Bektashit, dhe ishte Izraeli që i kërkovi këtij gomarit që të shpallte krimin e shtetit Bektashian, që Izraeli më pas ta përdorte si precedent në OKB për të thënë që shife se këtë gjë e ka bërë edhe Shqipëria, pse mos ta bëjmë edhe neve në Siri. E dyta, ky e përdori këtë ish punëtorin e sigurimit të shtetit Babamondin, që e detyroi edhe atë që të bëjë tradhti kombëtare, që të kërkojë ndarjen e Shqipërisë, edhe krijimin e shtetit Bektashian. Edhe në anën tjetër ai bëri thirrje të hapur për kolonizim. Dhe gjitha langaraq që janë nëpër Tiranë, në Kosovë, në Prishtinë, ku janë që më shajnë mua, si islamike, si agent islamikëve etj. Kur i doli ky llacifaci, ky vllahu i shqiptarizuar, Edi Rama, dhe shpalli botërisht që po e hap Shqipërinë ndaj kolonizimit, nuk pati asnjë bir none apo bir kurve që të çohej edhe ti thoshte ore çfarë duke boti. Ku e gjetet ti këtë Shqipërinë? Po duhet ta kuptojnë, duhet ta kuptojnë vlla. Po nuk e kuptuan s'ke se si ta kundërshtosh. Po janë këta që më shajnë mu, janë këta që shajnë islamin, janë këta që shajnë muslimanët, janë këta që na urrejnë neve që tu është krijuar një gjë vlla. Tu është krijuar një gjë nga historiografia jon, që shumica e profesorëve të historisë janë debila me diplom, këta të historisë konvencionale, me e lidhin perandorinë turke, perandorinë osmane, e lidhin me Turqinë e sotme dhe islamin e lidhin me perandorinë osmane, që vetëm po të lexosh pak për perandorinë osmane, ajo ishte konglomerat fesh, edhe pse feja e kalifit ishte muslimanizmi. Dhe mua e di pse më urrin shumë nga këta zagar edhe komunistë e ignorant, edhe më quajnë edhe armik të kombit, nga që unë kam thënë që ishte perandoria osmane, e cila i ndihmoi shqiptarët kundër slavëve dhe grekëve. Se në kohën e perandorisë osmane, shqiptarët sundonin nga Selaniku deri në Nish. Ik deri sot e kësaj dite, shko në Hungari, shko në Buda, do gjesh Teqen e Gulbabait, shko në Peç të Hungarisë, do gjesh xhamin e Gjakovali Hasan Pashës, sepse ishin shqiptarët ata që u bën shtylla kryesore e sundimit turk në Ballkan. Dhe ishin shqiptarët dhe ishin fal perandorisë osmane që ne shqiptarët zotëronim 4 vilajeta. Por këta maskari më urrejnë mua, sepse unë u them që shive, ne kur kishim perandorinë osmane, nga 80 kryeministra që ka patur perandoria, 35 kanë qenë shqiptar. Ishim ne tronim Stambollin. Dhe kjo i tërbon këta islamofob, që më quajnë mua agenti turkut, i Arabi Saudite, i Iranit, i vllazërisë muslimane, armiku i kombit, na mbron neve turqit, na thotë që ne jemi nga Anadolli, e çfarë na thotë ky? Mua më sulmojnë, ndërsa Edi Rama, që ka dalë hapur ai është i sinqert, i ku shkoi në OKB, është dokument zyrtar ai, e ke në arkivin e OKB-s, tha i bëj thirrje izraelitëve që të vinë edhe të vendosen si kolon në Shqipëri.
këtë që bëri Edi Rama e ka bërë Teodor Herzi dhe Kongresi Botëror i Zionizmit duke shpenzuar me triliona dollar. Amerika deri sot e kësaj dite ka shpenzuar dhe shpenzon triliona dollar duke bërë luftra në lindjen e mesme. Luftra që nga lufta kundër Irakut, Siris, Somalis, Sudanit, Libis dhe tani e fundit kundër Iranit, dhe e financon vit për vit vetëm buxheti që jep, që është fiks ndaj Izraelit, është 4 miliard dollar, dhe me gjenocidin e fundit që bëri në Gaza, amerikanët i dhanë 27 miliard dollar. Dhe që kur është krijuar Izraeli, ka dhënë Izrael 400 miliard dollar që t'ua marri tokat palestinezëve, kurse del ky dhe i thot izraelitëve hajdeni këtu, merreni vendin ton, dhe gjithë ta langaraq që nuk bien dakord me mua për punën e historisë, mos biesh dakord është e drejta jote. Ti mund të kesh mendim tjetër, ti mund të thush që Osmanët ishin të këqij, unë them ishin të mirë, ti ke mendimin tënd, unë kam timin. Por kur i del ky halabak dhe i bën thirrje një shtetit huaj që të vi edhe ta pushtoj vendin e tyre, unë të mërrohem, them, ure çka ka ndodhur? Ky i dha ishullin e Sazanit, është bërë luftë në 1920-ën, o Shpend Gashi, është bërë lufta e Vlorës me Selam Husain. U mblodhën gjithë burrat e Vlorës, është një libër nga Ago Agaj me titull Lufta e Vlorës. E thot kur donin na merrnin Sazanin italianët, u mblodhën thot, u betuan mbi Kur'an, e thanë do vdesim ose do t'i heqim italianët. Janë vrarë gjithë ato burra, është bërë lufta të Vlorë. Kurse tani ky vjen, kishte Ivanka Trumpin, atë prostitutën, gocën e Trumpit e kishte dje në Tiranë, që ja ka marrë ky lobi çifut, ja kanë edhe konvertu në çifute ky hajduti polak Jared Kushner, edhe ky i merr ata aty, jep dreka darka edhe i thot atij, na thot po ta falun ishullin e Sazanit, vetëm thuj Trumpit që ti thot spagut mos më vusi mu në burg, se unë jam hajdut e kam vjedhë shumë lek, edhe kam halë se do hym burg. Domethënë, ai bën pazare me kombin, ai fal Sazanin, ai thot çifutëve hajdeni këtu, merreni venin. Edhe këta maskarej që më shajnë mua, nuk flasin gjysmë llafi. Dhe ajo që përmendet ti për hapjen e kësaj bankës digjitali që po e hap ky izraeliti, që këta e shesin si shtetas britanik, ky është merr më i madh që po i bëhet shqiptarëve. E di çfarë do bëj kjo banka digjitale, edhe Rama tha që në 2026 deri në 2027 do t'ua marrim lekët shqiptarëve. Do t'ua bëjmë gjithë paran digjitale. Me paran digjitale, Shpend Gashi, do të thotë që si ti si unë nuk jemi më njerëz, po jemi sklever. Edi Rama vetëm me një shtypje butoni na bllokon neve llogaritë bankare dhe ne vdesim për bukë. Në vitin 2020, nëse nuk kam gabim, kur ndodhi ajo protesta e kamionistëve kundër Covidit në Kanada, çfarë bëri qeveria e Trudeau-s, se domethënë ai do ta bëjë Shqipërinë, Amerikën dhe Kanada. Se andej është kështu. U bllokoi llogaritë bankare, u bllokoi kartat bankare, dhe ata trackersat, ata kamionistët që kishin ardhur që nga Alberta, Manitoba dhe Saskatchavani, nuk kishin bukë të hanin. Sepse Rama do të krijojë këtë shtetin digjital ku të gjithë neve kontroll absolut. Kontroll absolut, një, e dyta që ne mos kemi më cash. Për shembull, nëse ti ke, se Rama ka sjell ligj, ne po patëm më shumë se 10 milion lek na fut në burgej, na shpall terrorist në murën e shtëpisë të pa deklaruara. Po jo më edhe të deklaruara duhet t'i tregosh origjinën atij, janë shumë gjëra tjera. Edhe po ti deklarosh atë me ligj nuk lejohen që ti mpash më shumë se 10 milion lek në shtëpi, vetëm po të kesh një aktivitet tregtar e ti thua që do iki do blej pula dhe do blej misra nesër në filan vend. Por çfarë ka bërë Rama? Dhe këto Rama nuk i bën vetë, se Rama është idiot, por i bën nga këshilltarët zionist. I ka shpallur lek të gjithë shqiptarëve. Është bërë, për shembull, ti nuk e di, besoj shqiptarët ata që ndjekin lajmet, policia e kufirit në Shqipëri është kthyer si ata xhepistët autobusave Tiranë Kombinat në vitet 90 që i vjedhin njerëzve xhepat. Ti nuk guxon që të hysh në Rinas, se do të kontrollojnë xhepat ato, por do thonë sa lek ke me vete. Edhe unë për ditë lexoj në për lajme, u arrestu filoni, ju konfisku, ju hap proces filonit, se i kapëm që kishte me vete 10.100 euro. Ti po të kesh 10.100 euro, këta të shpallin terroristët. Dhe çka kanë bërë këta tani? Me këtë bankën digjitale,
se këto reforma i bëri Rama që kur erdhi në pushtet në 2014. Se zionistët që e sollën në pushtet atëherë i thanë që ti do i kontrollosh legët shqiptarëve. Por shikuesit tanë, nëse mbajnë mend, deri në 2014, që ishte Berisha në pushtet, që ishte tolerant përgjithësi, ekzistonte tregu i dollarit. Domethënë dini njerëzit kambistët thynin lek, njerëzit kishin lek, Shqipëria ishte vend i lirë. Nuk ishte vend i lirë sikur është Irani, që nuk ka fare kontroll pasurie, por ishte në përgjithësi vend i lirë. Njerëzit mund bënin lek si mund t'i bënin ata. Dhe ne duhet ta pranojmë një gjë që populli shqiptar me rënien e komunizmit, kur amerikanët na shkatruan uzinat, fabrikat, kombinatet, që ti mendon se amerikanët i shkatruan vëlla. Po, ata ishin projekt, domethënë Sali Berisha me Gramos Pashkon ishin agjentët e CIA-s. Nuk e di sa çfarë moshe je, po un kam qenë Unë jam 32. I ri atëre i ri, un kam marr pjesë në rrozimin e bustit edhe dëgjoja fjalimet e këtij Gramos Pashkot që ju harrot varri ku ka vdek, që i thoshte shqiptarëve vorsuluni, thoshte shkatrojini uzinat, fabrikat, kombinatet, serat, se do na japin neve amerikanët çekun e bardhë, thoshte, dhe dilte me gjithë ambasadorin amerikan që i thoshte këto gjëra. Edhe kështu shkatruan fabrikat, shkatruar kombinati tekstileve Stalin, i Beratit, uzina e Mistomames. Domethënë Shqipëria deri në vitin 90, si pasojë e ideologjisë komuniste e tjerë ishte vend që jetonte me forcat e veta. Ne në Shqipëri kishim sera, domethënë bujqësia ishte shumë e zhvilluar, kishim fabrika të cilat donin modernizim, por infrastruktura ishte aty. Dhe amerikanët çfarë bën? I përdorën këta politikanë atëherë. Unë njoh shumë politikanë socialistë sot që janë milionerë, janë bërë miliarderë, janë bërë me pallate, me kulla, që janë me origjinë nga Rrotë e Somos, janë nga Skrapari, janë nga Kolonja, sepse u bë privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore, ku këta morën pronat që kishte ndërtuar socializmin në Shqipëri, i shkatruan. Janë shitur presa, janë shitur makineri, kanë shitur për nga $1.000 punëtorët e fabrikave, që ato presa sot bëjnë me qindra mijëra dollar. Domethënë, Shqipëria kishte një bazë industriale, e cila në qoftë se do kishte financim, Shqipëria sot do të ishte një fuqi rajonale, sikur është Serbia. Unë kam vizituar Kinën, kam vizituar fabrikat e saj në Xinjiang, edhe du të them që shumë nga fabrikat kineze janë fiks sikur fabrikat që kemi patur në kohën e komunizmit. Vetëm që kinezët i kanë modernizuar, kanë marrë makineri të reja etj. Dhe sot Kina është bërë një super fuqi botërore. Por çfarë i bën shqiptarëve, amerikanët? U shkatruan bazën e tyre ekonomike, dhe ajo ishte faza e parë, që quhet koha e tranzicionit, që duhet shkatronin çfarë do lloj pasurie kishim. U avodhën edhe ato burime natyrore. Për shembull, ne gjithë e dim skandalin e Bankers Petroleum, kemi që nga viti 2004 deri sot, këta zionistët kanadezo-amerikanë që kontrollojnë naftën e Patozit dhe Marinzës, që sigur tregonte edhe një studim që kishte bërë MCNTV-ja, deri tani kanë fituar $2 miliard nga nafta jonë, shqiptarëve nuk japin as lek. I kanë marrë burimet e kromit, i kanë marrë minierat, i kanë marrë gjitha pasuritë, dhe pasi ja morën këto, kur këta zionistët sorosist sollën Lalierin dhe Edi Ramën pushtet, Rama filloi në mënyrë programatike të godasi lekun e shqiptarëve. Tani, këta shqiptarë të cilët në kohën e komunizmit ishin minator, ishin bujq, ishin ushtarak. Kur ra komunizmi, ne shkuam gjithë në perëndim, shkuam në Greqinë, Italinë, Gjermaninë, Kanada, dhe shumë para që shqiptarët i bën, nuk i bën duke punuar dhe marr rrogë. Sepse të gjithë e dinë që me rrogë ti nuk bën dot pasuri, sikur ka thënë edhe Montesquieu-ja, po e pe di këtë pasur, duhet pyesësh veten se si ka bërë lekët kë. Donald Trumpi për shembull është hajdut, është grabitçar bankash, është njëri që është dënuar gjithë ato herë, është hajdut, është scammer. Por nuk e fut njëri në burg Donald Trumpin edhe nuk e konfiskon njëri parat, nga që ai është në Amerikë. Kurse Ramon është një lloj tjetër kapitalizmi Amerika Olsi. Domethënë, unë di një kuriozitet, nuk e di apo jo, po ligji i taksimit në Amerikë ka përmban 78.000 faqe. E kam thënë shumë shpesh këtu. Ndër të cilat 38 faqe të tregojnë se si taksohesh dhe pjesa mbetur se si ti shpëtosh taksimit.
Më kupton, këta i shtojnë normal, taksave, edhe- këta luajnë brenda sistemet. Dgjoj, un kam jetu